Investimi që do të kryhet në Zvërnec ka rikthyer edhe një herë frikën tek banorët e një ndër fshatrave më të vjetër të Vlorës. Banorët thonë se përpara syve të tyre kanë parë që tokat që posedojnë me dokumentacion të rregullt janë të rrethuara. Banorët e Zvërnecit pohojnë se nuk janë as pak kundër investimit, i cili tek fshati apo qyteti do të sjellë zhvillim, por sipas tyre e drejta e pronës duhet mbrojtur. Banorët e Zvërnecit kërkojnë që nëse pronat e tyre do të përdoren për investimin në fjalë, ata duhet të shpronësohen sipas të drejtës së pronësisë dhe në vlerën e duhur. Banorët pretendojnë se të gjitha tokat i kanë të trashëguara dhe nuk e falin tjetërsimin e pronës. Ata shprehen se nuk kanë marrë pjesë në protestë, por fëmijët e tyre kanë shkuar pasi kundërshtojnë tjetërsimin e pronave që po ndodh aktualisht. Për tokat janë të fshatarëve, ato i kemi në të fikë. Ato na duam ta dimë ne. Ku që ka dhënë të drejtën atij, derdhi aty pjesure. Ai që mori këtë vendim kishte. Është ndarje pa drejtë? Pa drejtë. Se tokat janë të fshatët, të fshatarëve. Dhe nuk janë të shtetit. Juve dolët në protestë? Vajtën djemë, të erdhën nga Greqia, larë punën atje dhe erdhën. Kërkohen të drejtën e tyre. Jeni pra apo kundër kësaj gjëje? Ne. Neve do vdesim ne, do t'i lëm të rashëgim fëmijëve, si kanë vdekur prindët tanë ala neve, edhe ne do t'i lëm fëmijët. Ato janë pronat tona, edhe nuk janë pronat e shtetit. Ne kemi në tapi, deri tani ne i pagojmë. Ne s'jemi kundërshtim që të mos bëhet. Po pronat janë private humës. Pronar jam zë. Patjetër, pronari. Si e shikoni këtë? Se nuk, kjo, nëse qeveria është qeveri, nuk bëjmë luftë me qeverinë, po si është puna ne s'dim asgjë. Është e shitur ashtu, ne e pam që ishte usur. Prona jonë. Ju jeni dakord me atë? Me atë? Që dakord jemi? Jo. Prona është private, nuk është se jemi dakord neve. Pa drejtësi. Pa drejtësisht, patjetër. Atë në kërkojmë. Nuk ne japin, para që as certifikatat e tokës nuk ne pronësisë, ne kemi vetëm kur u bë reforma, kemi ata që tapit e tokës. Ato kemi. Që figurojnë tokat në emrin ton private. Që janë Den Babadeni. Mua ma ka dhënë jati, baba im, jati gyshi, me radhë. Mi toka tona, vëlla, që kur janë. Unë më mirë të gyshi me gomarën kishe vogël, dhe punonjën atë qa bënjëm, neve bënjëm gjitha to atje, qep dhe qa grur bënjëm, vëlla, nuk orat e para. Ishte e fshatit ajo. Gjithë i kemi, neve jemi të fshatit, i kemi toka tona atje. Keni me dokumenta? I kemi, si kemi kështu. Si e shikoni këtë rrethimin që është bërë? Si shikojmë, nuk është një, se kisha parën dhe se s'kisha vajtë, nuk e buri më ka ikur, shkretit, gjemë t'i kam larkë, dhe s'kam vajtë, kur i pashtë në televizor që këshin thurur, se erdhën djemë të muaj, që vajtën atje. Erdi vajza me dhëndrin, edhe dhe djalli me nusen, dhe erdhën shikuan, ma se do vim prapë. Po, të bëhet ndo një gjë, vëlla, që neve kemi toka tona, të japin, si të themi, të japin ndo një jeka. Ke frikë se mund ja marrin tokën? Jo, mës të marrin, më mirë mës të marrin tokë. Jeni të friksuar ju që do ju marrin? Kemi, jemi të kemi kështu. është gjuna, vëlla, se neve që në korat e para punojmë në kooperativë. Nga pak gjithë fshati ka atje. Si e shikoni? Po, në vjen keq për atë që po ndodhim. Gjuna për atë të djalin që i që nosh, sa del nga mëndja. Ajo. Që ma s'kare njerë të poshtër janë. Qa duan ata? Të shpronësojmë njerëzit edhe të bëjat e mirë, kështu dukon gjithë fshati, gjithë populli. Ju keni tokë? Kemi. Në këto momente? Po, kemi. Kemi. Kur të atje janë të registruara, i din ata shumë mirë. Edhe i gjejnë. I din ata. Ka i gjithë fshati, nga pak, nga shumë, kush nga pak, ka gjithë fshati, kjo qua fshati. Po. Ju keni shkuar në protestë? Po, neve plequn, neve mi të disë mërë me plakun. Vajtën të tjerët, vajtën djemët, vajtën uset, vajtën... Unë nuk munda do të, unë jam dhe së mërë me qupë. Nashti nuk e dim që të bëhet e pa drejtë, të bëhet e mira, themi.
Investimi në Zvërnec pritet të prek jo vetëm pronat e këtij fshati, por dhe ato të banorëve të Nartës, si dhe të banorëve të zonës së Pishporos dhe Hidrovorit, një investim ky i gjerë në territor, i cili fillon nga Dajlani për të përfunduar në zonën e Hidrovorit dhe Portonovës.